Viti i ri duhet të niste me fest, por në Shqipëri nisi me humbje jete. Vetëm në 2 ditët e para të janarit, 5 persona humbën jetën në aksidente rrugore. Më shumë se 20 aksidente u regjistruan në Gjirokastër, në Lezhë dhe në rrugën e Kombit. Ndërsa të dielën në darkë u shënua një tjetër aksident në Durrës me pasojë humbjen e jetës së një kalimtari. Në aksin Tepelen Gjirokastër, 3 të rinj, 24, 25 dhe 27 vjeç, humbën jetën në një përplasje të rëndë. Një ditë më pas, në 2 janar, një çift humbi jetën në një tjetër aksident, ndërsa një grua dhe 2 fëmijë të mitur, 2 dhe 6 vjeç, u plagosën. Në 3 janar, rreshjet e Borës e kthyen rrugën e Kombit në një zinxhir aksidentesh ku përfshin mbi 22 automjete, për fat pa viktima, por jo pa alarm. Sipas Instat, numri i aksidenteve rrugore në Shqipëri ka ardhur në rritje në dekadën e fundit. Vetëm në 2022 u regjistrua 1165 aksidente, në 2023 1285, në 2024 rreth 1666 dhe në vitin 2025 deri në nëntor janë regjistruar mbi 1070 aksidente rrugore. Në ndarjen sipas qarqeve, Tirana kryeson. Vetëm gjatë shtatorit u shënuan rreth 36 aksidente, e ndjekur nga Lezhë, Vlora dhe Fieri. Instat thekson se shkaku kryesor mbeten shkeljet e rregullave të qarkullimit, shpejtësia mbi normë, mos respektimi i sinjalistikës dhe manovrat e rrezikshme. Por përgjegjësia nuk është vetëm e drejtuesve të mjetit. Policia e shtetit raporton çdo muaj 10 mijëra gjoba për kundravajtje rrugore. Shumica lidhen me parkingjet të gabuara. Ndërkohë që sipas Eurostat, në BE, mesatarja e fataliteteve vjetore nga aksidentet rrugore është 45 viktima për milion banor. Në Rumani, me statistikat më të rënda, prej 78 vdekje për milion banor. Shqipëria nuk mban statistika të tilla. Sipas Instat, në 11 muajt e 2025-s pati 1737 viktima dhe të plagosur për aksidentet rrugore. Rreth 630 për milion banor, një shifër e cila lehtësisht mund të tekaloj atë europiane dhe rumune. Ky vit nisi me bilance tragjike në rrugët tona. Megjithatë do të kalojnë si një lajm i cili harrohet pas 3 ditësh, po për fat keq për familjet e viktimave jo.